Detajet e reja janë zbardhur nga hetimet për atentatin e ndodhur mbrëmjen e 17 prillit në zonën e Lundrës, ku si pasojë të shtenave mbetën të plagosur 4 persona, mes tyre dhe të mitur. Sipas burimeve nga grupi hetimor, në vendin ku dyshohet se autorët kanë pritur dhe janë fshehur, janë gjetur sende personale të cilat mendohet se u përkasin atyre. Gjithashtu, hetuesit kanë konstatuar dëmtime në një gardh metalik që dyshohet të jetë prishur gjatë tentativës së autorëve për të larguar dhe për të fshehur. Sipas ekspertëve, në këto objekte janë gjetur gjurmë dhe materiale gjenetike, të cilat mund të përkasin autorëve të dyshuar. Tashmë, këto prova janë dërguar për ekzaminim në laborator, ku pritet të përftohen profilet e ADN-s dhe të kryhen krahasime për të identifikimin e autorëve. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 21 të mbrëmjes, ku në zonën e Lundrës u çellua me brëshëri armësh në drejtim të një automjeti tip G-klas, në të cilin ndodheshin Aren Stafa, Kian Mullaj e 2 pjesëtar minorent të familjes Demiraj. Të 4 personat po ktheheshin në Tiranë pasi ishin duke festuar ditëlindjen e 11 vjeçarit që ishte organizuar jashtë qytetit. Përveç dëmeve të automjetit ku identifikuan 7 gjurmë plumbash, një plumb ka goditur dhe një tjetër makinë që kalonte rastësisht pranë vendit të atentatit. Shoferi i kësaj makine u largua menjëherë nga frika, por më vonë kontaktoi edhe autoritetet për të raportuar ngjarjen. Autorët janë larguar menjëherë pas atentatit me një motorcikletë sportive tip Ducati, duke u drejtuar në drejtim të Elbasanit. Pas 2 ditësh, policia njoftoi se në zonën e fshatit Fikas, pranë Mulletit, ishte gjetur një motomjet i djegur që dyshohet se u shpërdorur nga atentatorët për të larguar nga vendngjarja.